Përshëndetje, përshëndetje. Jemi këtu me parashikrimin e datës 25 prill të 2025-s, ku flitet shumë për një ditë shumë të rëndësishme, ku do thotë dhe si ditë e premte, ku Afrodita nga Peshqit formon një kënd me Saturnin, një ndikim mjaft ndikues, kufizues, të paktën në çështje me marrëdhënie personale dhe financave, mund të ndodhen disa gjëra të vogla, por kujdes sepse ka të bëjnë çështje të marrëdhënie personale, ka të bëjnë me disa çështje, disa ndarje që keni pasur ose disa pakënaqësi në fushën e dashurisë. Kujdes duhet të bëjnë të shenjës së binjakëve, virgjëresha, shikjetari, peshqit, të dhiti të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Nëse kanë pasur probleme ose çështje të kësaj natyre, mirë do ishte të rishikohen edhe një herë. Gjithashtu, mbas orës 11, nëse do të doni të bëni disa takime, është orë e mirë në fushën e karrierës suaj, sepse lidhet me punë, lidhet me ekonomi, lidhet me një stabilizim të përgjithshëm të gjërave të mëdha, sepse ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, ka të bëjnë me disa vështërsi të vogla në disa çështje bankash, por kjo nuk do të thotë se nuk realizohen, nuk do të thotë se ka të bëjnë ka probleme, por janë probleme të zgjidhshme. Prandaj mundohuni që gjërat të jenë sa më të mira në atë që do të bëni, ose të jenë të kompletuara, ndash në çështjet e takimeve, ndash në bisedimet, sepse bisedimet më tepër, sepse në anën tjetër juve i keni pasur edhe një problem mjaft të madh në fushën e punës suaj, sepse disa bisedime që janë bërë ose disa takime që keni bërë ju nuk kanë qenë më të duhurat dhe nuk keni marrë përgjigje. Por a do merrni përgjigje vallë? Këtu shtrohet çështja. Unë them po, edhe pse keni pasur probleme, por ajo që duhet keni kujdes, jeni pak të vëmendshëm bisedimin që do të bëni. Mirë është për këtë ditë të dëgjoni sesa të flisni, se do jeni shumë të fituar në fund. Edhe pse mbasditja nga ora 13 deri në orën 18:30 janë orë të mira mbi zhvillimet, ndryshimet dhe stabilizimet që juve keni. Gjithashtu ka i diçka shumë të madhe në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve dhe jo vetëm, por mbas kësaj ore mirë është të rishikoni gjërat që dëshironi. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, për domethënë shenjat zodiakale pra mas datës 25, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që doni një parashikim të detajuar, të keni gjithë atje, është pikërisht kjo faqe, e klikoni, rishikoni dhe zgjidhni paketën, shkoni tek sekretaria, atje pastaj e shikoni pra ja pikërisht këtu, vendosni të dhënat edhe numrin për kartës së blerjes, e dërgoni në sekretaria dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live, të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni atje, ndiqni hapat që shikoni atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi duket se i ka në vijë gjëra xhanëm, edhe pse është pak problem si ditë kjo sotmja, pak rëmuj do thosha unë, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse gjërat janë në vazhdimsi, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me komunikimin, në lidhje me takimet, në lidhje me vendime që mund merret, dhe kështu që keni mundësinë mbi zgjidhje dhe gjërat konkrete të çështjeve të punës së karrierës në lidhje me një takim që do të bëni, është një takim shumë pozitiv dhe jo vetëm. Momentet dhe mundësitë që do t'i jepet juve të kësaj shenje është kohë e duhur dhe momenti i duhur për zgjidhur çdo lloj problemi që keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me ujor duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqenëse demët në këtë periudhë kanë shumë mundësira, madje tani kërkojnë një farë të drejtë, por e drejta drejtësi nuk ka lume që e ka, juve e keni, është momenti juaj më mirë i mundshëm për të stabilizuar çështjet ekonomike financiare, për stabilizuar disa gjëra që vështirë më përpara të realizoheshin, vështirë të arrishe një konsensus, por vjen një moment tani që juve i arrini gjërat siç dëshironi, dhe edhe pse keni pasur disa problematike, edhe pse keni qenë paksa në dilemë për sa përket punës suaj
vjen një moment mjaft i mirë dhe tepër i artë në fushën e karrierës suaj, sepse ndryshimet dhe ndikimet, momentet dhe koha ka të bëjnë me anën e financave dhe disa çështje shumë të mira pozitive në karrierë, në biznes, në punë, në vazhdimsi dhe jo vetëm, ku gjërat do jenë mjaft pozitive në lidhje me anën e financave, në lidhje me punën tuaj dhe jo vetëm. Megjithatë, ka një diçka shumë të madhe në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimit të madh që do të keni tani tutje, ku kjo ka bën shumë me disa vendime shumë të rëndësishme që juve merrni tani tutje, por mundohuni që të jeni sa më korrekt me persona që juve keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me punën, keni të bëni me ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë është perfekt. Ja. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Binjakët e dashur, është një mundësi tani, një mundësi shumë e artë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me një moment ideal dhe jeni korrekt me anën ekonomike financiare, jeni korrekt me ato çka doni të bëni, sepse edhe puna dhe koha ku juve ndikoheni gjithmonë, sepse binjakët kanë pasur një shans shumë të madhe e kanë momentin e duhur për çështjet ekonomike financiare, për çështjet e rregullimit dhe stabilizimit financiar, dhe kjo është një kohë mjaft e mirë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm dhe me peshore duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket gaforeve, gaforet tani për momentin duket se janë një rrugtim të artë në fushën e karrierës së tyre, sepse lidhet shumë të ditësit të dytë ose disa dokumenta që i presin i marrin, dhe është një kohë shumë e përshtatshme kjo, dhe momenti është mjaft pozitiv dhe duket se edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur disa çështje të pazgjidhura, i zgjidhni pikërisht tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk dhe me shkjetar duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa përket luanëve, për luanët në fakt këtë periudhë është periudhë e tyre, edhe pse janë në dilemë për zgjidhjen e një konflikti të vjetër, sepse kanë pasur diçka, por kjo nuk do të thotë që o e zgjidhin tani o nuk e zgjidhin fare. Jo, është një mundësi e artë për ata, për sa përket një problematike të vjetër, se ka të bëjë shumë me pasurit paluajtshme, do ta zgjidhin pikërisht tani. Dhe është koha e duhur për zgjidhur diçka të tillë. Meqense në një farë mënyre, tani për tani, juve i keni mundësitë dhe është momenti i duhur për zgjidhur çështjet problematike. Por mos u nxitoni. Se nxitimet kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha që keni tani e tutje, janë ndryshime pozitive dhe është korektësia që ju mban gjallë juve dhe është momenti i duhur për zgjidhur problemet që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe ujor duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshën dhe për sa përket çështjeve që ndikohen për punën dhe për karrierën, duket se është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështjet që lidhen me punën aktuale, lidhen me disa takime që do të bëni tani juve, janë takime historike, sepse do zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur më përpara. Në çështje shpirtërore, do keni kujdes, lidhjet bashkëjetesa me dëm është diçka shumë e mirë edhe pse jeni të dy shejtoke. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Peshorja, dashura, është një moment tani, është një moment shumë pozitiv. Korrektësia ju mban gjallë juve dhe jeni korrekt në farë mënyre. Është një mundësi e artë për sa përket punës suaj, për sa përket asaj që juve dini mirë ta realizoni, dhe është një moment shumë i mirë në lidhje me kontaktet që keni, lidhje me persona të ndryshëm, lidhje me një me ndryshim i papritur. Kjo është diçka mjaft pozitive, diçka shumë e madhe që do të realizohet fal zgjuarsisë të motorit suaj në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, kujdes, do bëni me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Akrepi dashur, pse mërziteni?
drejt keni, sepse kjo ditë ju bën nevrik, ju bën të kaloni pak nga caku juaj. Unë them jo, mos anashkaloni të gjëra, sepse koha ka treguar që jeni me fat, koha ka treguar që dini shumë mirë çfarë do bëni në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me ujor duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që jeni besues, jeni edhe në mirëbesime, por edhe në punën që bëni, keni kohën tuaj të artë, keni momentin e duhur sepse do ta zgjidhni problemin që keni pasur, një problem shumë të madh. Kjo ndodh sepse jeni mjaft të ndikuar në fushën e karrierës dhe të biznesit. Biznesi domos dashuri pafund. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me dash duke të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, janë britqapët. Për sa përket britqapëve, britqapët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës, edhe pse kanë pasur disa keqkuptime, disa bisedime të njëpasnjërshme në fushën e karrierës së tyre, por vjen një moment që do zgjidhin shumë probleme dhe janë të zgjidhshme në fushën e biznesit, në fushën e karrierës suaj, por është një moment i artë për gjithçka ju doni dhe kryesoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një vendim që do të merrni tani e tutje, është një vendim favorit në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës suaj. Dhe kjo do të thotë që tani për tani kjo periudhë është e juaja dhe mund të ndikojë dhe mund të arrini majat në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për ujorët mund të flas gjatë gjithë ditës, sepse ujorët kanë një ndikim shumë të madh për sa përket pikërisht kësaj dite, lidhje me mbylljen e situatave të vështira që kanë pasur disa probleme të vogla para disa kohëve dhe i zgjidhin tani. Ka pasur një moment shumë i mirë sepse tani është momenti i duhur mbi çështjet e financave, mbi karrierën tuaj dhe koha tregon që juve jeni me fat në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, duke se gjërat janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Peshqit dashur, keni kujdes nga mashtrimet, sepse kjo ditë është një ditë ku ndikimi i Neptunit në një kënd të vështirë që bën me afërditën planetin e parave dhe të dashurisë mund t'ju mashtrojë. Dhe juve e ndjeni këtë gjë, prandaj keni kujdes, edhe pse njerëzit mund t'ju thonë, mund t'ju flasin, mund të thonë çfarë do duan, por në anën tjetër jeni ju që do vendosni. Mirë është që ta rishikoni edhe një herë, ta rimendoni edhe një herë para të vendosni. Pra, motoja për ditën e sotme, ditën e nesërme, të bëni një ditë para shikimet, shikoj, vendos, veproj. Por shikojmë përpara, pastaj vendos dhe veproj. Jo direkt sepse kam të rëndësishëm a këtë punë dhe duhet ta marr, sepse nuk mund të merrni përsipër gjëra që nuk janë të juaja. Prandaj ju them, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep dhe binjak janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 25 prill të 2025-s. Por nëse doni parashikimet e detajuara për gjithçka ju intereson, kemi faqen roz atje. Atje mund zgjidhni çdo pakete, nga ditore momentale deri tek vjetoret. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj atje, e shkoni se si dhe doni që të flasim bashkë si funksionon parashikimi vjetor apo parashikimet të tjera, atëherë mund të shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live dhe doni një parashikim, atëherë kemi këta butonin këtu për të dërguar një SMS në kohën që jemi live, dhe të merrni përgjigje live. Duke ndjekur hapat, atje jeni gati për të dërguar mesazhet që juve doni të dini mbi çështjet që juve keni. Në një rregull, më të mirë një orë. Mirë.